por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. Ndërkohë, përderisa ne po flasim këtu, oda ekonomike e Kosovës, që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Shtyrjen e vendimit po e kërkojnë me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa o shtyr nga viti në vit ky proces. Të dashur qytetar, të dashur përfaqësues të bizneseve, ajo çfarë oda ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin, por veç se e bart koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur për eficiencën dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë bizneset që modernizohen dhe investojnë në eficiencë të energjisë në të mirë të tyre, të shtetit e të qytetarëve. Qeverinë e Republikës Kosovës, mua si kryeministër, na kanë partner, ne jemi të gatshëm dhe shumë të interesuar për dialog për zgjidhje. Për prodhuesit e Kosovës, edhe një herë po e përsëris, ne do të jemi bashkë me ju në çdo hap e në çdo betejë në këtë proces, në mënyra që janë të shëndetshme për ju e në përputhje me interesin publik.